të hap ekspozitën personale, kontrast, të artistit të shquar Nikolnik Prelaj, i cili na befason me një dimenzion tjetër të tij, atë të piktorit, me një shprehje vizuale të thellë dhe unike. 30 veprat që sonte zbukurojnë hapësirat e galerisë son, eksplorojnë kontraste që formsojnë jetën dhe qenjen njerëzore, si dritën dhe hijen, qetësinë dhe trazimin, traditën dhe bashkëkohësinë. Përmes stilit të tij jo real dhe abstrakt, Nikola ndërton një hapësirë dialogu dhe ndjesie që na fton të ndalemi dhe të përjetojmë thellësinë e botës së tij artistike. Zotëri Nikolnik Prelaj u ftua qysh në vitin e kaluar në ekspozitën e tij personale që u realizua në Tuz, në qytetin e Tuzit, dhe po ashtu edhe në atë ekspozit ishta një tekst shkruese e katalogut të tij dhe po aty e ftova që të merr pjesë edhe në Galerinë e Arteve këtu në Tetov. Qytetarët e mirëpritën shumë ekspozitën dhe tashmë edhe të gjithë e njohin, nuk ka nevojë edhe ta përmend emrin e tij si këngëtar që ka bë jehon të madhe në trevat tona. Ekspozita do të qëndrojë disa ditë, afër deri me 15-in, dhe vizitorët mund të vinë në galeri. Galeria do të jetë e hapur brenda ditës, mund ta vizitojnë. Këtu kemi vepra shumë të bukura që janë realizuar me një Zotri Nikola ka treguar një heshtje në vete me tregimet e tij gjatë udhëtimit të tij artistik. Atëherë ne tetovarët, por pjesë e madhe, artistin e madh e njohëm më shumë se si këngëtar. Si ju duket kjo ekspozitë e piktorit të ri tani? Mund të jetë i vjetër me ku ka përfunduar fakulteti, por po i ri në këto ekspozita që s'jemi mësuar. Natyrisht se muzika dhe arti figurativ janë lidhur me gjuhën artistike. Në muzikë kemi kompozicion, ton, harmoni, njëjtën gjuhë kemi edhe në pikturë. Mirë po tani me ekspresion viziv. Si piktor, do më thonë, natyrisht se shifet njohuria e tij në muzikë. Kemi ritëm në pikturën e tij, kemi një ekspresion artistik me të cilën ai me poteze të lira e kështu me radhë. Por shoh edhe kërkime të ndryshme, do më thonë, nuk është unifikuar, po bën kërkime, që është gjithashtu interesant për konsumentët e artit të shohin se bëhet fjalë për një piktor i cili me gjithë shpirt përpiqet mundohet të tregon atë që ka si filozofi artistike, si ne themi mesazh artistik me të cilën do të ketë forcë gravitetit vizual. Ne kemi njohur si forcë gravitetit të audio me Z. Tash e shohim me sytë tonë se ai din edhe të pikturone duke kënduar në mënyrë simbolike. Pra kemi një gjuhë figurative e cila është e mrekullueshme, unë besoj se nëse vazhdon kështu do të tejkalone atë që është i famshëm me muzikë. E thatë në fund, a mendoni se do ta kthej nga Nikolnik Prelja këngëtar që e njohim të gjithë në Nikolnik Prelja në piktor, për shkak se shohim se ka prirje, si e thatë edhe ju. Jo, tu shikojmë një artist serioz, i cili çashtet serioz problemet e artit figurativ. Natyrisht, nëse rrin vazhdon të bëne kërkime, bëne ekspozita dhe në mënyrë graduale e shkon në hije ajo profesioni i parë. Por duhet të jetë prezent në jo vetëm ekspozitat personale, të marrë pjesë në ekspozitat të përbashkëta, ekspozitat ndërkombëtare dhe kështu gradualisht, por s'ka nevojë, mendoj. Ata nuk konkurrojnë, muzika dhe arti nuk konkurrojnë njëri tjetrin, ata ndihmojnë njëri tjetrin. Ashtu që unë nuk besoj se ka minus gjë, përkundrazi e ka plus dhe dëshiroj që këtë kvalitet që e ka vazhdone dhe të na gëzone edhe me vepra të reja, të na gëzone edhe me kërkime të reja artistike, ashtu që mund të bëne një lidhshmëri në metat që është muzikë dhe art, dhe t'i bashkone së bashku, dhe t'i jetë një krye vepër në çdo aspekt. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Drejtën me thonë e kam një ndjenjë jashtëzakonisht veçantë që ftesa që më bëri Nikola dhe Bejsa, më thanë që e kemi një ekspozitë ta ekspozojmë në galerinë e Tetovës. E ndjeve një kënaqësi jashtëzakonisht të madhe dhe drejtën me thonë na Nikolën e njohim më shumë ti si jashtëzakonisht si këngëtar i madh i këngës shqipe, por tash me ato vija të thyera, të lakuara, të bukura që i pash gjatë ekspozitës, e pash që Nikola madhështinë dhe më të madhe e kishte edhe në pikturë. Edhe e falenderoj me zemër e shpirt që ka gjetë kohën, mundësinë që sonte të vijë ta bëje ekspozitën në
vendin e bukur si që kemi Tetovën. Edhe për shoh që mjaft të interesuar ka që ta vizitojnë këtë pikturë të jashtëzakonshme të Nikolës. Atëherë në qytetin e Tetovës ka qenë apo është për momentin një ndër ardashësit më i madh i popullit shqiptar, i cili ka kënduar Tetovës, Kosovës, i ka kënduar edhe vendlinjës së tij, kryesisht Malësisë së Madhe. Mund e vetë nga fjalët ta dini se kush është, po sot nuk është ardhur në Tetovë për të kënduar, por për të bërë një ekspozitë personale të, siç e ka quajtur, kontrast. Vërtet kontrast. Para fillimit të nderuarit thash sikur kishte qenë një quiz se çka përfaqëson kush është Nikol Nikprelaj, unë do të përgjigjesha këngëtar e jo piktor. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën, mirë se u zgjeta. E thash edhe atje në ekspozit, sonte jam në Nikol pa mikrofon. Kam ardhur pa mikrofon. Është hera e dytë që vi në Tetovë pa mikrofon, se kështu po e quajmë tash. Inshallah në një koloni artistike në organizimin e Besa Daotit. Sonte erdha me ekspozitën time personale dhe u ndjeva dhe po ndjehem shumë i lumtur këtu në Tetovë. Besoj se më mirë se sa në vendlindje. Në Tetova ke shumë mik edhe në Tetovë. Kam ekspozuar në vendlindje, kam ekspozuar në Kosovë, kam ekspozuar në Pejë, në Prishtina, gjithandej sikur thohet, por emocione si sonte nuk kam pas. Më nderuan njerëz me autoritet, më nderuan kolegë, më nderuan me të vërtet u ndjeva shumë i nderuar dhe i respektuar sonte. Zoti Nikola, atëherë faleminderit edhe një herë. Atëherë cilën tematik më së shumti keni preferuar të pikturoni, për shkak se ne aq sa njohim shumë një larami, por piktura tërheqëse, themi. Piktura që synin ta kënaqë nga ana e Tetovës. Unë mos të harroj para se të përgjigjem këtë pyetje, të falenderoj Galerinë e Arteve dhe Besa Daoti, një piktore me emër tashmë, për organizimin dhe për sebepin që jam unë këtu, kurse pikturat. Atëherë aty pasqyroj rinin time, një jetën time, pjesë të lumtura, jo as të lumtura, sepse çdo njeri ka jeta e tij është me batica, zbatica, me gjëra më të bukura, më pak të bukura. Ju e dini se nëpër çka ka kaluar kombi ynë, pastaj edhe ne si këngëtar, se mua më njihni më tepër si këngëtar, jemi bashk, si me thënë, udhëtar nëpër rrjedhat historike, por do më thënë, gjitha kjo akumulohet dhe unë e shpreh në pikturë. Në pikturë, nëse me pyetni çfarë stilit ke, besoj se keni të përgatitur këtë pyetje, se më vjen natyrshëm me u ndërlidh. Unë i shpreh në mënyrë abstrakte këto ndjenjat e mia, kryesisht në mënyrë abstrakte, sepse më pëlqen ky stil dhe krijuesi nuk ka për detyrë me shpjegu veprat e vet, apo ato duhet t'i ndjejë dhe t'i lexoj shqetësuesin, dëgjuesi, kështu me radhë. Atëherë përveç disa pikturave, piktura e parë kujtohet kur ke filluar, e ke marrë brushën apo ato për të filluar apo për të shprehur ndjenjat tuaj në pikturë. Se ishte në vitin 85, nëse nuk gaboj aty. Dëshira ime ka qenë qysh në moshën fëminore, më kujtohet në klasën e 5 fillore kur u thoja shokëve do të bëhem mësuesi i vizatimit. Kam vizatuar gjithmonë bukur dhe kam pas talent si duket. Dhe kam ardhur dhe jam regjistruar në Akademinë e Arteve në Prishtinë dhe kam diplomuar te tashmë Indjeri, por që do jetoj gjithmonë përmes veprave të tij, Recep Ferri, te Recep Ferri kam diplomuar në Prishtinë. Atë përveç disa pikturave të cilët më pikanti sonte ku i pash ishte, nuk mund mos ishte Malsoria aty. Malsoria ishte aty. Unë malsoren e kom nanë. Dhe
Malsoria, ky fenomen, ky emër, kjo është ka një domethënie të madhe për mua dhe edhe nëse Malsoria si motiv mund tjetë edhe në piktura tjera, jo vetëm të ajo, sepse ajo ishte ma e lexueshme pak si piktur, por mund tjetë edhe në piktura tjera, por ma pak e lexueshme ose krejt pak e lexueshme, si me thanë. Po, kam një pikturë me këtë titull. Jo e thash atë për shkak se unë jam malësit e tovës, ti malësit madhe. Prandaj të ka rëndësishme ma shumë Malsoria. Atëherë ku e gjen kohën të mjaftueshme për shkak të angazhimit, siç e thash edhe në fillim, pa modesti, ne të njohim si këngëtar dhe jemi krenar që të kemi. Dhe ne me muzikën tuaj brez pas brezit themi, janë bërë vite që dëgjojmë me atë zëm mjaft të bukur. E ku e gjen kohën të ndash mes pikturës dhe të muzikës? Faleminderit. Unë i kërkoj falje pikturës sepse shumë vite nuk kisha kohë për pikturën, sepse muzika ma mori e gjithë kohën, si me thamë. Dhe thot populli me dy lugë nuk mund të hahet. Mirë po, pas shumë vitesh, unë gjeta me gjitha ta kohë për t'ju rikthy pikturës dhe për t'ju rikthy në mënyrën ma serioze të mundshme. Dhe tani po gjej kohë kur koha racionalizohet, kur organizohet, koha mjafton. Unë kam në shtëpi në time, në Tuzë, ku jetoj, 2 studio. Dhe studion e pikturës me studion e muzikës se ndajnë vetëm 6-7 shkalla. Si më thonë, shkoj në studion e muzikës, punoj, kur lodhem aty, direkt shkoj të studio e pikturave dhe çlodhem knej. Kur lodhem, kështu që do me thonë, e ndaj kohën mes këtyre 2 studiove. Ju e filluat ekspozitën kryesisht në vendlindje, pastaj në qytetet e Kosovës, nëse nuk gaboj, por e ftesa edhe në Tetov, besoj se nuk do të jetë ekspozita e fundit, as e para. Por ne duam të vi sa më shumë, edhe kolegë tuaj, edhe këngëtar, por edhe profesor të pikturës tanë që shihet që Nik Prelaj ka një forci të madhe, dashuri të madhe për pikturën. Dhe dëshirojnë edhe ata dhe ne që të vazhdojsh ti, edhe ku pritet ekspozita e radhës, në qytetet tjera. Në Shqipërinë e ke lënë anësh ajo? Jo, por pres realizimin e disa bisedave që i kem ba. Këto fjalë që po i thoni ju, po që i ndëgjova dhe unë sonte nga kolegë, po dhe nga piktor me emër, këto veç më japin kurajo akoma ma shumë për të vazhduar. Në ekspozita ime e radhës do t'jetë në Prishtinë, e kisha një ekspozitë në kolegjin AB para ca muajsh, por unë do të kam dëshirë, pasi që kam punuar, kam edhe shumë piktura tjera të pa ekspozuara që kam dëshirë t'i ekspozoj, shpresoj së shpejti që ekspozita tjetër të jetë në Prishtinë. Mirë, atër një pyetje të fundit, për shkak se edhe kohën edhe nuk dëshna më shumë të t'ju pengojmë, çka kemi nga muzika? E kemi lënë anësh, muzikën ajo? Jo. Për shkak se ne jemi rrit me këngët pse jem toske, pse jem gek, oj lule e malësis, nuk kam tjetër veç një nanë. Besoj se këto këngë duhet edhe më shumë, për shkak se duam ne edhe më shumë, ku të themi si jemi rrit me këngët, jo tani edhe me pikturën, edhe me sy edhe me vesh jemi të gëzuar. Bërë shumë mirë që më bana këtë pyetje që mos të kuptoj njerëzit se unë tani jam larguar nga muzika. Unë punoj do me të njëjtin intensitet edhe në muzikë, por unë nuk jam marrë kohën muzikës për me punu në pikturë, as pikturës për me punu. Ka kohë njeriu për të dy. Ato gërshetohen shumë, janë dy. Art është ajo art kjo, vetëm se ndryshojnë veglat e punës, ndryshimi është shumë i vogël në mes të këtyne 2 gjinive. Kështu që unë vazhdoj me muzikën, por vazhdoj edhe me pikturën, zbashkë, paralelisht. Gzona, unë do ja vetës të them artisti kombit, faleminderit shumë që ishe sot në emision, do të transportohet në emisionin e mëngjesit në televizionin publik të Maqedonisë. Faleminderit shumë dhe çdo herë ju mirëpresim.
I përshëndes të gjithë ndëgjuesit tuaj, edhe ju si staf dhe ju falenderoj që më përcollët dhe më përkrahët sonte dhe mirupafshim në për aktivitetet bukura. Faleminderit. Atëherë ne dëshirojmë t'ju lëmë me pamjet e ekspozitës të cilën e ka sjellë në Tetov artisti i madh kombëtar Nikol Nik Prelaj, por edhe me deklaratat e profesorëve të nderuar dhe pjesëmarrësve që ishin në Galerinë e Arteve sot në Tetov. Faleminderit.